Dy ciklet lokale zgjedhore nxorën 76 kryetar komunash. Edhe në rrethin e dytë, ashtu sikur në raundin e parë, më shumë komuna fitoi VMRO-DPMNE, me 21 komuna të fituara dhe qytetin e Shkupit. Pastaj renditet koalicioni Vlen me 4 komuna, 3 komuna fitoi LSDM, AKI 1 komun. VMRO-DPMNE fitoi në Aerodrom, Bërvenice, Vallandov, Vinic, Debars, Demirgapi, Dojran, Karposh, Kërqov, Konqe, Koçarn, Krushevë, Vllazov, Makedonski Brod, Mogil, Negotin, Probishti, Prankovc, Rosoman, Qeshinovo, Bleshev dhe Quqersandev. Vlen triumfoi në Tetov, Dollnen, Dibër dhe Bogovin. LSDM mori qendrën, Zërnovcin dhe Makedonska Kamenicën. AKI mori komunën e Studeniqanit. Unioni i Romëve fitoi komunën e Shuto-Orizares. Partia Znam fitoi Kumanovën. Në Struk korri fitore kandidati i pavarur Mendi Qyra, i cili u përkrah nga koalicioni Vlen. Sa i përket dy raundeve zgjedhore, VMRO ka siguruar fitoren e 54 komunave edhe qytetin e Shkupit. Koalicioni Vlen do të drejtojë 9 komuna, LSDM 6, AKI do të ketë 4 kryetar komunash. 4 komuna kanë mbetur ende pa zgjidhur kryetarin, pasi në rrethin e parë nuk u arrit censusi. Në Gostivar, Vrapqisht, Qendër Shkup dhe Mavrov Rostush do të votohet 60 ditë pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale.